se dietarët e shumë të Islamit, në veçanti Imam Buhariu transmetoi, na tregoi dhe na tha se imami tek ehli sunneti dhe xhamati, besimi tek ehli sunneti dhe xhamati përbohet nga fjalët dhe nga veprat. Pra nuk është e vërtet se besimi tek ehli sunneti dhe xhamati mjafton me fjalë, po ashtu siç nuk është e vërtet se besimi tek ehli sunneti dhe xhamati është vetëm vepër. Pra nuk ka mundësi të i sjell dobi besimi njeriut në ditën e gjykimit vetëm ai i cili ka bashku fjalët dhe veprat. Gjithashtu tham se besimi përbohet nga ti pjesë. Njëna pjesë i thuhet pjesa e brendshëm dhe pjesa e dytë i thuhet pjesa e jashtë. S'ka mundësi të konsiderohet besim tek ehli sunneti dhe xhamati. S'ka mundësi të jetë besimi i sakt nëse anashkalohet apo lihet pas dore njëna prej këtyre dyre pjesë. Pjesa e brendshëm e përfaqëson zemra. Pjesa e jashtëm është pjesa e gjymtyrëve. Pra vëllezër të ndershëm, Allahu Azza wa Jall për këtë arsye, kur e zbriti librin e atij dhe dërgoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe Allahu Azza wa Jall në Kur'anin e Kerim i kushtoi rëndësi të dy pjesëve, pjesës së brendshëm dhe pjesës së jashtë, pjesës së zemrës dhe pjesëve të gjymtyrë. Për ata Ibn Qayyim i tha se dini Allahut Azza wa Jall, apo siç tha ibadeti, edhe pse dini Allahut Azza wa Jall është ngrit në 4 shtilla, po e përsëris shumë herë, për shkak se ehli sunneti dhe xhamati në këtë zaman është bë i huaj dhe jabanxhi. Ma jabanxhi në çështjen e ehli sunnetit dhe xhamatit a çështja e besimit. Për këtë arsye do të përpiq dal nga dal që ta kuptojmë mesazhin e Allahut Azza wa Jall dhe mesazhin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çka deshti Allahu Azza wa Jall prej neve kur na thirri në besim, çka na mësoi pejgamberi Allahut kur na mësoi dhe na urnoi që të besoj, që mos të dalmi në ditën e gjykimit të zhgënjur. Njëri prej neve del në ditën e gjykimit fluturon prej gëzimit për çka se e konsideron të vetën musliman. Bante ndoshta vepra të gjymtyrave dhe namaz. Ka mundësi dhe ishte në safin e parë, del në ditën e kiametit duke mendu se kia jetë në suratu Maryam është për të qartë, që thot Allahu Azza wa Jall në Kur'anin e Kerim: "Faqadimna ila ma amilu min amal faja'alnahu haba'an manthura." I afruan veprat e tyre. Ku e ke haxhi përpara, zekati dhe namazi, dhe thot Allahu Azza wa Jall ja banën plun dhe nuk ja pranua. Pra sigurisht kja jetë ka të bëje me disa njerëz që i kanë punu. Kja jetë nuk ka të bëje me ato që janë konë neglijent dhe s'kanë punu. Se thot Allahu Azza wa Jall ja afruan veprat në ditën e gjykimit, derisa sa kodrat pranë atyre, mirë po Allahu s'ja pranoi. Pra pasi që ne kemi nevojë për Allahun tonë dhe Allahu s'ka nevojë për neve, atëherë ne duhem të mësojmë se çka ka dashur Allahu nga ne. Pra ai i cili mëson këto 4 elemente, le të shkon serbes të Allahu, se inshallah përderisa nuk i ndodh dhe nuk i prish njënën prej këtyre shtillave, inshallah ka për të hinë xhennetin e Allahut, dhe kjo është garancë e Allahut, Kur'ani i Kerim dhe sunnetin e pejgamberit Allahut. Pra vëllezër të ndershëm, kjo tema është prej temave më të rëndësishme në Islam. Njëjtën kohë, një temë e cila më pak i kushtohet të rëndësi nga musliman. A çdo send është e lidhur me ta. Për këtë arsye, mos të nxitojnë ata të cilët tentojnë të mshtin shpejt e shpejt t'i kaloj. Për çka se
kemi mundësi në të flasmi për kushtet e fjales la ilaha illallah, dhe kjo do t'ishte shumë lehtë. Mirë po inshallah, nëse i kupton që to 4 elemente, do t'a pranosh dhe do t'a dish kollaj, se kur t'a përmen mi kushtin, pse këtë kusht me artë të shahadet, do t'a dish ki kusht a është që t'ka të bojë me pjesën e mbrenshme me zemrën, apo me gjimtirët automatikisht. Pra inshallah me emnin Allahu Azza wa Jall,